Dhe jemi në kuzhinë përsëri, Katarina ka filluar të gatuaj, po bën gati, ka zbukuruar si gjithmonë këto përbërësit mbi tryezën tonë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Përshëndetje të dashur miq që na ndiqni në këto momente në emisionin tonë dhe po ju prezantoj me njëherë, ju ftojmë këtu te këndi jonë dhe ju prezantoj. Unë e shoh që ti e ke mbajtur fjalën, se të mërkurën na the që të premten do bëjmë byrek me hithra, me brumë të ardhur. Me brumë të ardhur. Si që shikon, brumin e kam gati. Jo, nuk ndrova mendje sepse thash që do e bëjmë dhe nëse anvisat kanë gjetur hithra, le ta përgatisim së bashku, sepse është shumë i thjeshtë për të përgatitur ky lloj byreku. Që unë fillimisht, siç e shikoni këtu në një tigan të thellë se ishte mbushur plot, edhe kam vendosur hithrat të cilat më përpara i kam të lara dhe i kam vendosur që të na ulin vëllimin, pra të na zbuten. Pas gjë aty, as vaj, as Jo, do me thënë as gjë, fillimisht as një gjë. Do t'i heqim tani, do t'i shman këtu, do të vendos këtu tani që të më shkrihet pak gjalp që do të më duhet në momentin, pak gjalp, pak vaj, që do të hedhim brenda. Vaj ngolc nga kompania Touta. Ne vazhdojmë ta kemi në çdo gatim tonin, sepse nuk ka gatim pa vaj. Qoftë një gjellë, qoftë një byrek, qoftë për të ndarë petët, për gjithë shka, vaj i lule djellit si gjen një hapësirë të domosdoshme në kuzhinën tonë. Tjetër gjë, për këtë byrekun të më duhet, djathë të bardhë me njëherë do t'u atë shpjegojmë anvisave. Me djathë të bardhë, me gjizë, qëfar t'u ndodhen anvisave, edhe me gjizë bëhet, edhe me djathë të bardhë bëhet. Qëfar mund të kenë? Do me thënë, kemi djathë të cilën e kemi enkas për gatimet, nuk është ai çmimit të lartë. Është më i lirë. Është më i lirë dhe për gatime neve na ndihmon shumë. Gjithashtu mund të shtoni një lugë oriz, të cilin e hedhim në këtë moment për të mbledhur lëngjet e hithrave. Ndërkohë, do të kemi për përgatitjen e brumit, sepse themi që do të bëjmë një brumë të ardhur, që do të thotë, do të kemi miell, rreth 450 gram miell, një kokër vezë, 2-3 lugë vaj, krip dhe ujë. Asnjë gjë tjetër. Këto përgatisim këtë brumin, se më ngeli dhe kjo në dorë, përgatisim këtë brumin, siç e shikoni, dhe e lëm që të na vijë brumi. Ky është një brum i ardhur më tani dhe kemi gati neve për të përgatitur këtë byrek. Fillimisht ta vendosëm edhe gjalpin tujtit në shkrim, do të hedhë pak i ndyrë, do me thënë, në pjesën e fundit. Tani, ky byreku me brumë të ardhur, çfarë ndryshimi ka? Shiko, kjo bëhet si mafishe. Bëhet më e butë. Pra ne do t'i hapim petët? Jo, 2 petë bëhet. Bëhet me 2 petë, një lartë dhe një poshtë. Tani, e kemi bërë gati tam, do t'a hekim të shmangim pak më këtu. Do të marim këtë brumin e ardhur, si shikoni. Brumi do të bëhet pak më i butë se sa brumi që kemi neve për përgatitjen e një byreku të zakonshëm. Shiko, unë e ndava me njëherë, do me thënë këtë. Besoj se ke përdorur miellin për çdo përdorim, po jo? Me miell të mielli si zakonisht. Ta lëm pak që të mëftohet, prandaj e hodha fillimisht atë. Edhe hapi me dorë këtë pjesën e parë, në këtë mënyrë. Është shumë i thjeshtë për të përgatitur, do ta lë pak të më japi atë mundësinë që të. Edhe tani sa të bëhet gati ajo, ne vim këtu. Dhe merremi me hithrat, besoj. Për të rregulluar këto që na duhet tani për hedhim orizin. Këtu të rregullojmë gjellën, si themi ndryshe. Harxhin. Tani unë shoh që pothuajse në të gjitha gatimet që kemi nga pak nga produktet që kemi pjesë të Vila 24, që ju i njihni, sigurisht i doni, i gatuani, i shijoni njësoj si ne. Dhe me qënë se jemi këtu, edhe tham të bëjmë një byrek, sigurisht që Katarina ka zgjedhur miellin Ola nga kompania Atlas, e themi vazhdimisht që mielli me paketimin blu për çdo përdorim, që e shkruan edhe në ambalazhin e tij, na jep një ndihmë të madhe në kuzhinë, sepse gjen hapësirë në shumë receta dhe bën një brumë fantastik dhe një byrek shumë të shijshëm. Po ndërkohë së bashku në ekran po shihnim që nga kompania Atlas në logon e miellit Ola gjeni edhe variante të tjera të miellit që mund t'i përshtasin sipas gatimeve tuaja. Tjetër gjë që ne do të sjellim sot pa pjesë e byrekut, meqense jemi te byreku, nisëm me vajin gold nga kompania Touta, një dorë oriz që sërish do të jetë një zgjedhje e duhur për t'i dhënë një tjetër shije dhe për të thithur lëngjes, si thot Kati, kështu që ky byrek e do
edhe orizin, nëse do ta përdorni sigurisht gjithë orizin për çdo përdorim që e keni në paketim, po ndërkohë nëse doni gatime të tjera, pastaj ku orizi do të jetë baza edhe produkti më i rëndësishëm, keni edhe paketime të tjera me emërtime të tjera, në çdo paketim ka një specifik më vete, nëse doni të bëni risotto, nëse doni të përdorni orizin basmati që është shumë i shijshëm, shumë i këndshëm, mund përdoret edhe për sallata të ftohta, kështu që i lexoni me detaje paketimet sepse ndër të tjera jo vetëm ju jep një informacion mbi çdo kokër orizi që ndodhet në ato paketime transparente ku është dhe shumë e dukshme dhe shumë e sigurt për konsumatorin, por në pjesën e pasme të tyre keni edhe receta nga shefi dhe kjo është një ide ekstra që ju vjen pikërisht nga kompania Teuta. E sigurisht që kemi vezën No Vital, veza e jetës, siç themi ndryshe, në paketime 8 kokra, 15 kokra, vezë të bardhë, vezë të kuqe, do të kemi gjithashtu edhe pashkët për pak, kështu që veza do të jetë në fokus të tryezave tona, ku edhe do të shkëmbejmë me njëri tjetrin. Vezë të cilat do t'i ngjyrosim, vezë të cilat do përdoren shumë në gatime të ndryshme, vezë për ëmbëlsira, vezë që hyjnë përditër në ushqimin e përditshëm të mëngjesit tonë, të shëndetshëm. Dhe meqense jemi të ushqimet e përditshme, të tjera ushqimet të përditshme janë edhe ato ushqimet e shpejta që ne nuk kemi kohë të gatuajmë, po do të ham një vak mëngjesi para se dalim nga shtëpia, apo një stek pas dite, pse jo për darkë shumë shpesh ndaj salçiçet vudi, janë të preferuara tona këtu në Villa 24 dhe e shumë prej familjeve që po na shohin tani. U hap peta, u ftoh temperatura. Do me thënë është gati dhe në momentin që hedhim edhe masën, ajo do të zëj vend në tavë. Kështu që do të hapet edhe akoma edhe më shumë. Ndërkohë këtu kam hedhur, kam larë orizin dhe kam hedhur tek pjesa, do me thënë, e gjellës. Okej. Kjo do të mbledhe dhe lëngjet, nuk dua që lëngjet të nxjerrin hithrat në momentin që ka vërdisen t'i hedhin poshtë, përkundrazi i dua, sepse ato janë dhe vlerat ushqimore që përmbajnë. Kam vënë re, zonjat pasaj, nuk është se i gjykoj, po shikoj që marrin spinaqin dhe e shtrydhin fort edhe hedhin atë ujin poshtë. Pse duhet ta hedhin poshtë? Nuk e di, se cila ka të mënyrën e vetë e përgatitjes të byrekut, nuk është se i gjykoj. Pra uji, spinaqit, por e heqin gjithë ato vlerat, do me thënë, edhe çan mbajnë pastaj gjysmën e sasisë spinaqit, gjysmën e hedhi. Në atë mënyrë. Sigurisht që ky veprim i shtrydhjes dhe e hedhjes së lëngut bëhet për mos ta bërë shumë të lëngshme, por duke i shtuar orizin e kemi zgjidhur. Duke shtuar quinoa, duke shtuar pak tranat, duke shtuar ç'mund të akoma edhe makarona të voçkla, do me thënë ato të voglat, mund t'i shtoni, ato humbasin brenda të thithin lëngjet, bëhet shumë i mirë dhe shumë i shijshëm në të gjitha llojet e byrekeve. Kështu që për mendimin tim, kjo është ideja ime, tani ka ide të ndryshme, nuk mund të gjykoj njerëzit, por dua ta them këtë gjë sepse kam parë në video të ndryshme që bëhet ky, si thua, ky veprim. Gjë që mua nuk do të më pëlqente. Tani hedhim gjysmën e sasisë të gjizës ose të djathit, këtë e përzgjidhni ju. Dhe më thuaj kur të lexoj recetat. Edhe këtu, po Anila, do të hedhim edhe pak nga pjesa e gjalpit të shkri. Sepse sot nuk do të mjaftohemi vetëm me këtë byrek, por do të kemi edhe mish. Me mashurka që kanë dalë tani më në treg, është një recetë pranverore. Ja, neve këtani Po me këtë domate me gjizë çdo bëjmë? Speca. Speca me gjizë, jo forges, apo forges? Forges, por do të sill në një mënyrë, do me thënë në mënyrën tënde. Ashtu si unë e dua. Okej. Pra, petën e pare kemi shtruar, duke e hapur me duar, nuk kemi përdorur oklaj, pec. Ajo që mund të mbushjen. Për petën tjetër, ajo që na ndihmoi është ai peci tjetër, jo i holli, ose me dorë në tryez, ose duash, po do më thuaj çka ta marr. Ja, do ta shikojmë tani. Tani pasi hedhim këtë, mbushjen, do i hedhim edhe pak djath tjetër. Sipër dhe do shtrojmë dhe petën tjetër, do ta spërkasim me pak atë yndyrën që lam, dhe do të kemi gati, pastaj ta lëm që të vi, prandaj themi byrek i ardhur. Ta hedhim edhe këtë. Tani, ne këtë mbushjen me hithra, mund ta bëjmë edhe me spinaq? Po, por shiko, me hithra është diçka si më ndryshe, është... Jo, them si mënyrën, pra nëse duam të bëjmë byrek me spinaq, me hithra, me spinaq, me labot, me lakra të egra. Pra, me të gjitha llojet e këtyre, do me thënë, çfarë s'bëhet kjo? Shiko, do bëhet si mafishe, si një, çfarë të them tani, bukë e gjellë. Është tradicional faktikisht kjo recetë tradicionale. E bëni njerëzit që ta kishin bukë e gjellë.
Unë kuptoj. Që është e vërteta. Si e thot Kati, kështu si nga halli, e bënin ta kishin bukë gjelë. Bukë keqe. Nuk është se është bukë në një farë mënyrë, do me thënë është resa e bukës. Do me thënë brumi është tjetër lloj. Ja, shiko, edhe kur ke këtë mielin e mirë, nuk e nevoj as për pecë, as për asgjë. Kjo hapet vetë. Bën bashkimin e anëve. Edhe vetë mieli ka brënda, do me thënë brumi, ka vaj brënda. E shikon, s'ka nevoj tani që të hapësh me pecë këtë. Dhe ky është një brum, thamë që është pak më i butë se brumi i byrekut. Nuk do të bëhet ka që i fort. Një u bë. Ajo që është shumë e rëndësishme është tani, që kjo duhet të qëndroj prak që të na vi. Pa e futur në furë, Pa e futur në furë, po. Si punë e bukës, do të pak 20 minuta, varet nga temperatura e ambientit. E kuptoj. Tani ne çdo bëjmë, do ta lëm pak apo do ta lëm pak neve si ide dhe pastaj do ta vendosim. Nuk do ta lëm aq sa duhet, do ta lëm. Tani unë mendoj, nuk e di si jemi në pushim të madh, jemi neve për të dalë. Jo, si jemi për të dalë, jo. Nëse jemi për të dalë. Jo, doja të pyesja. Ne brumin nuk do ta bëjmë. Nuk e keme, do të thënë nuk e ke parashikuar. Unë e kam këtu, nëse do të kemi kohë, do ta bëjmë, po shohim të paktën. Do ta bëjmë. Jo, e shohim, po na doli koha në pjesën e dytë. Nëse na mbetet me rak, e bëjmë. Nëse jo, do shohim si do jemi me minutazhin. Unë do doja që tani të shohim në ekran recetat për bërësit dhe ta shpjegojmë të paktën teorikisht si është bërë brumi, meqense kemi një brum pak më të butë, pra një brum pak ndryshe nga brumi i byrekut që bëjmë për të hapur peta. Byrek i ardhur me hithra, 400 gram miell, 1 vezë, 1 lugë maja, 3 lugë vaj, 4 tufëza hithra, 1 lugë oriz, 100 gram djath, 50 gram gjalp dhe vaj. Kjo është receta e byrekut të ardhur me hithra. Pra nëse ju nuk patë se si është bërë brumi, këto janë përbërësit që ju duhen për ta realizuar atë. Pra nga hithrat e sipër, që është mielli edhe pjesa tjetër. Kalojmë tek receta tjetër. Çfarë do të përgatisim tjetër sot dhe cilët janë përbërësit, i kemi tani në ekran bashk. Mish me mashurka, 500 gram mish, 1 kg mashurka, 2 qep, 4 lugë vaj, 1 filxhan domate pure, 2 lugë salcë domatesh, 1 gjethe dafine, majdanoz, krip dhe piper. Dhe kemi gjithashtu një recet që tani nga pranvera deri gjatë verës është goxha e preferuar, fërgesa me speca edhe gjiz, na duan 1 kg speca, 500 gram gjiz, 4 domate, 2 lugë gjalp, vaj, krip, piper speci, majdanoz për servirje. Kjo është receta e fërgesës, të cilën do ta lëm për në fund apo do e bëjmë tani? Shiko tani, shumë e thjeshtë edhe kjo, ndërkohë që unë kam përgatitur spesa, do me thënë i kam bërë një skuqje para prake. Këtu kemi domate, do vendosim domaten tani që të na bëhet salca gati, dhe pastaj do të jemi në momentin që do shtojmë gjizën te domate dhe do bëjmë bashkimin e specës e domates, do me thënë, dhe në fund fare do të shkrijë gjalp me piper të kuq dhe do t'ja hedh sipër. Tani pse po flet kaq shpejt? Te vetja ime ose kuptoj por ti the ai shpejt. Sa minuta kemi ne? Do të tregojmë neve. Që të shohim, a do 3 minuta, bëjmë do të për 3 minuta diçka? Po, bëjmë. Do të hedhim këtë, do të vendosim dhe mishin që të... Kemi problem sepse ndonjëherë na ndalojnë edhe dua që të përfundojnë si receta. Hedhim domaten të cilën e kemi të grirë, do me thënë në rende ose në makinë grise dhe vendosim që të na zijë domatja. Okej. Specat i kemi ndarë më gjysëm, i kemi hequr bishtat edhe farat dhe i kemi kaluar në një skuqje të lehtë. Okej. Atëherë këtu do të fillojmë tani të bëjmë edhe për mishin, që do të hedh mishin fillimisht, të cilin e kam prerë në kubik të vegjël, nuk e kam, do me thënë, në racione të mëdha, e dua kështu në kubik të vegjël që të bëhe, do me thënë, si tuash pak si më ndryshe, jo atë me ato racione me thellën, një thellë themi neve, një racion mish. Pra, duhet të jetë në copëza më të vogla dhe jo në racione mishi. Edhe bëhet më shpejt si gjellë.
Okej, filloj ajo të vloj në rregull, me sabun dhe temperaturën jemi në rregull, kështu që paralelisht po gatuajmë të dyja recetat. Domatet që kemi këtej janë për forgesën, ndërsa ndje kemi nisur me mishin për gjellën e mashurkave. Dhe ndërkohë të mbuluar këtu me një pecet të guzhine, kemi tavën ku kemi bërë byrekun me brumë të ardhur, të cilën mbasi e kemi mbushur, Kati tha që duhet të qëndroj edhe disa minuta. 20 minuta e do me patjetër dhe pastaj është gati për ta vendosur në furrë që të na piqet. Ne do ta lëm pak që ndoshta 20, jo, do ta lëm ja 10 minutë dhe pastaj do ta vendosim në furrë. Juve lejeni 20, 25, shikoni, domethënë që të vi, na bëhet, domethënë prandaj thash që është bukë dhe byrek. Por ju siguroj që bëhet shumë i shishëm dhe i mirë. Atëherë, kemi hedhur këtu mishin dhe që t'i lëm kohën e duhur. Mishi do pak të kavardiset edhe domatja të zjedhë në krahun tjetër. Hedhim vajin, kripën jo, I themi kur të vim, mos nxitojmë. I themi kur të vim. Kaca ajo do kohën e vet marri temperaturën edhe të filloj të skuqet. Kështu që mos I themi kështu shpejt dhe ndoshta ju nuk na kuptoni siç duhet, bëjmë pak pushim. Ndjekim edhe fleshin informativ të orës 9:30 dhe pastaj vim përsëri në studio, marrim të gjithë kohën e nevojshme për të përfunduar të gjitha recetat. I kemi lënë gjërat aty ku u ndam me ju, që të mos I humbisni. Dhe ku ndam? Ndam këtu ku kemi vendosur mishin, kemi ngrohur, domethënë tenxherën ose tiganin dhe kemi hedhur mishin. Siç e shikoni, yndyrë nuk kam hedhur fare. Hodhëm në tigan të nxehtë ose në tenxhere të nxehtë mishin dhe e lëm që të kavërdiset, domethënë të marrë këtë ngjyrë, të ndryshoj ngjyrë, pa krip, pa vaj, pa asgjë. Dhe tani është momenti që e hapim pak këtu dhe shtojmë qepën. Duam pak qep të bollshme, atje mund ta trazosh tani. Mendoj se do me thënë ka shtëruar lëngu I domateve. Mund ta tërheqësh lutem sa të mbarojmë procesin tjetër këtu të gjellës. Ndërkohë kemi shtuar qepën dhe tani është momenti që do shtojmë edhe vaj. Do ta fusim të byreku në furrë? Po. Tregohu anvisave se ndoshta ato që nuk... T'ja u tregoj. Ja. Të më vina në visat këtu që t'ja u tregoj. Po se fut në furrë kemë vendosur dhe me mbran kuzhine që të... Po do t'ja heqe, pash. Thjesht po pres ta shikoni ju se si është bërë ky byreku I mbushur me hithra. Që e kemi sigurisht dhe me këtë qesën e kuzhinës kështu, e kemi lëmë pak minuta që të vi, dhe tani është momenti ta vendosim në furrë për të pjekur me temperaturë 200 gradë do kjo është tamam si puna e bukës dhe do ta lëni 35 minuta atje të 40 që do ta keni gati, do ta shikoni faktikisht, është si puna e bukës. Sepse tham që është bërë si një lloj brumi I bukës, edhe aromën ashtu ka, edhe një kokërvez brenda, gjë që jep një tjetër shije. Byrekun e kemi vënë në furrë, të cilin nuk do ta lëm dot 45 minuta, siç do ta linim në shtëpi, por do ta tregojmë kur t'jemi drejt përfundimit, sigurisht që një faqe nga sipër do ta ketë marrë, e rëndësishme është që treguam se si përgatitet ai. Atëherë këtu kemi hedhur degët e dafinës, kam hedhur piper, po shtoj edhe pak krip. Kujdes për punën e kripës, nëse do përdorni diçka tjetër, do me thënë që është me krip në një lloj lëngu që keni përgatitur apo nga ato që juve I merrni të gatshme, bëni kujdes për punën e kripës. Edhe sikur nuk do të përdorni ato, është mirë që në momentin e parë që bëhet, do me thënë kavërdisja dhe zierja e mishit, hidhet gjysma e sasisë së kripës, që të marrë shije mishi, por ta lërë që të zihet, mos ta si thua ta forcoj dhe mos të zihet, se kripa gjithmonë është ajo që e forcon mishin. Vërtet jep shije, por duhet gjysma e sasisë dhe gjysma e sasisë tjetër hidhet në momentin që do të shtojmë edhe këto mashurkat. Mashurkat unë I kam larë, faktikisht mashurka është gjëja më e mirë që duhet bërë, të japim, si thua, të valojmë ujin dhe t'i hedhim brenda për 1-2 minuta dhe t'i heqim pastaj t'i hedhim në tenxhere. Ndërsa unë I kam vendosur në ujë të valuar dhe I lë kështu që të më zbuten. Pastaj do t'i kem, por do t'kulloj lëngu atë ujin dhe do t'i hedh brenda tek gjella. Është mënyra më e mirë se sa ta hedhni, domethënë me një herë tek gatimi. Se ndonjëherë janë të forta në fakt edhe ju nuk zihen pastaj, sepse I forcon salsa dhe nuk I lë që të zihen.
Kështu që dikni këto gjëra që unë ju them, ndoshta janë gjëra të vogla dhe thonë që po janë shumë të rëndësishme. Neve i kemi bërë, neve i bëjmë, por ndodh ndonjëherë që i bëjmë dhe ndoshta nuk i bëjmë ashtu siç duhet. Tani kemi hedhur edhe këtë domaten e freskët ose mund të përdorni salcë ose pure domate, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, por tani si është fillon domethënë sezoni pranverës, verës, që do të përgatiten dhe sigurisht që do të përdorim sa më shumë domate të freskëta, të kuqe, të cilat kur shkojmë në treg, i zgjedhim ato domate të cilat janë të buta dhe janë për gjellë. Po. Ndoshta janë dhe më ekonomike, nuk e di se si. Mendoj se kështu funksionon. Është momenti tani, pasi kemi hedhur edhe salcën, ose domaten, me thëmë pak që të më, si thua, ziej domatja, dhe do shtojmë ujë, lëng mishi, çfarë mund të keni menduar juve për t'i shtuar gjellës. Edhe tani për punën e lëngut të mishit ose ujë, nuk do të hidhni shumë, do të hidhni në masë. Duaj që ajo të ziej në temperaturë të ulët në mesatare, të mbaj lëngjet në brendësi, pastaj në momentin që do shtoni barbunjat, do shikoni nëse ka nevojë për pak lëng tjetër dhe e kontrolloni në atë moment. Por në momentin e parë do të hidhni, me thënë, pak. Kaq, është mjaftueshëm. Dhe ajo që do të bëni tjetër është që do të ulni temperaturën e sobës në mesatare dhe pastaj do të shtoni barbunjat pasi mishi të jetë zier. E vendosim tani këtu, e ulim të neve pak temperaturën, e lëm që të bëhet në qetësi dhe do të kalojmë këtu. Në momentin e fundit, pasi do të hedhim barbunjat dhe do të janë bërë gati, madje është mirë që të mbulojmë me një kapak që të dalin lëngjet mbi barbunjat dhe mos të bëhen me shumë lëng. Do ta tregojmë më mbrapa. Them tek Ke filluar vërtet, ke vënë re. Më mbrapa, do presim, s'kemi që bëjmë. Ka hapat e saj të punës. E guzhina. Jo, më dojnë që jo, më. Kështu është guzhina, kështu i do ato punët e saj. Tani këtu tek domatja, siç e shikoni, është bërë një salcë shumë e mirë. Ka thithur ato lëngjet, është zier domatja, është bërë gati. Tani t'i shtojmë pak vaj tek domatja edhe pastaj më mbrapa do shtojmë edhe gjizën. Faleminderit. Hedhim këtë vaj. Nëse gjiza do me thënë nuk përmban shumë krip, i shtojmë pak krip edhe të marrë nga kjo kripa që kam këtu për bukën. Pak sepse kemi hedhur do me thënë. Është momenti që të shtojmë gjizën. Ka vërdiset gjiza me domate. Ti e përdor gjizë me krip, gjizë pa krip? Edhe njëra edhe tjetra janë shumë të mira, do me thënë edhe gjiza me krip edhe gjiza pa krip. Thjesht do të jemi të kujdesshëm, nëse zgjidhni gjizë me krip, mos e shtoni më krip. Ose shtojini pak. Fillon kërcet tani ajo, po. Po, në këtë moment se është një moment delikat për pjesën e gjizës, që fillon edhe bën ato spërklat e para. Po, duhet patur kujdes, se djegje në fakt. Tani duhet ka vërdisur me domatin. Faktikisht mirë është të shtoni edhe pak më tepër domate. Të jetë pak më e lëngshme. Të ketë pak më tepër domate, po. Mirë, edhe kjo mbetet kështu mirë, edhe këtu nuk diskutohet. Nëse e dua më të kuqe, edhe me pak piper të kuq mund të. Mirë, ajo do ide tani. Do ta lëm pak këtu, do me thënë të zimë temperaturë të avashët. Do të shtojmë gjalpin. Tani kjo është ajo që do të bëjë diferencën. Gjalpi edhe piperi kuq. Ja shton kështu nga sipër. Po, ja, shton nga sipër. Këtu, po, faleminderit tani. Të lutem ja. Faleminderit. Sa të shkria ajo dhe ashtu. Tani këtu kemi specat. Që si pas dëshirës, do me thënë, mund të bëni me shtresa, që të bëni një shtres gjizë, një shtres speca, prap gjizë edhe speca. Si ta... Ja të mbajmë pak këtu neve që të... Ta bëjmë dhe neve në këtë mënyrë.
Ta lëm edhe pak që të na zi edhe pak. E fika Manila. Anila prandaj është këtu. Se kot jam unë. E fika në Si do, 7, 8, 9? Po vite nënda që të bëjt shpejt, se s'ka nevoj, neve këtu jemi, do të kontrollojmë gjalpin të mos në digje. Okej. Këtë më zi edhe pak gjiza, prandaj mendova këtë gjë. Do shkri gjalpi, do hedhim piperin e kuq, të aromatizohet, edhe këtë do të hedhim në momentin e fundit. Po fillimisht më zi edhe pak gjiza, të bëjt, do me thënë, një shtres me gjizë, një shtres me speca përsëri gjizë. Edhe atë gjalpin me piperin e kuq dhe kemi gati. Si pas dëshirës, këtë mund të fusni edhe në furë, mund të reshtojmë në tavë dhe të hedhim gjalpin, do me thënë, në momentin e fundit, të vendosim në furë. Për 5 minuta, nuk është se do shumë, gjithmonë kur bëhet në ato tasat e dheut, për të mbajtur edhe temperaturën. E heq pak tu. Që të mos diqë. Edhe ta kaloj dhe pak, do me thënë që të bëhet në pikset edhe pak. Të zihet dhe të shijoj gjiza me ashtë. Ona duhet edhe rigona, Nila, kam një ashtu me rigona ty mrapa, se i shkon shumë rigoni. Po falinderit. Të luta. Okej. Që i gjeti? Në kërceu të tam, arvaj, ndështë nga temperatura, se... Në kalem këte. E ja, tani është gati, Anila, po më thuaj. Byreku. Unë pak temperaturën byreku, lutem. 180. Nuk është djegur, jo. Do me thënë ka marrë një ngjyrë të artë dhe është fryrë shumë. Po, thamë që bëhet si bukë. Prandaj dhe është themi që është brumi ardhër. Ti dëm të duke. Shumë e shishme bëhet kjo... është një fargesë që tani në sezon të konsumohet shumë. Verës të konsumohet jashtëzakonisht shumë. Edhe pak majdanoz do hedhim edhe sipër. Por para se të hedhim majdanozin do hedhim këtë. Tani gjalpi këtu është bërë gati. Do t'i shtojmë piperin e kuq. Të aromatizohet piperi, shikon nuk do shumë tani. Sepse gjalpi kështë marrë goxha temperaturë. E, kjo e ha tani gjalpi dhe piperi i kuq. Da hedhim të gjithi. Okej. Do një majdanoz kështu nga sipër s'ka nevojë, ka rigoni? Jo, do i hedhim pak majdanoz, e duam do me thëmë pak. Dhe pastaj, para se të kalojmë tek receta e mashurkave, jo, thashtë rikthejmë recetat në ekran, kur t'jetë momenti, po s'ka i gjë, shohim njerë çfarë po bëjmë, se nuk dua që të humbasim asnjë nga momentet që ti shpjegon, se recetave ja i gjejmë kohën edhe i shohim edhe në një moment të dytë. Ja, në rregull është kjo. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Shumë e shishme duket. Shumë me shishme, shumë me mirë, tani për thamë që te e tutje do të kemi këtë mundësi. Tani kalojmë këtu te pjesa e mashurkave. Juve në shtëpi thamë që do ta lëni gjellën të ziej në temperaturë të ulët në mesatare sa të bëhet plotësisht gati. Pra të ngelet me lëngjet e veta, nuk dua që këto ujin, këtë lëngun që neve hodhëm, ajo ta shteroj. Duhet të ngelet me lëngjet që neve kemi hedhur. Është momenti që do t'i heqim këto gjethet e dafinës. Faktikisht, sepse nuk duhet më tepër, është mjaftueshëm. Ja, kemi një enë këtu, nëse do, për në lavamane kemi, kështu që... Faleminderit, Anila, atë do të... Se ku e kemi dhe atë tjetrën? Një ty është. Në dy. Nejse, do të shikojmë. E gjetëm. E tepron hidharimin dafina. Nëse e lëm gjantë? Po, aq sa duhet, me thënë tani të kulloj edhe këto unë, edhe ti shtoj brenda. Pra tham, i kemi lënë në ujë të valuar këto barbunjat që të na zbuten.
Dhe kur ka të ikën të lavamani, u lexoj recetat. Është momenti për të parë në ekran se çfarë na janë dashur deri tani. Byreku duket se ka dalë i shkëlqyer, do ta nxjerrim pas pak nga fura. Është një byrek i ardhur me hithra. Na duan 400 gram miell, një vezë, një lug maja, 3 lug vaj, 4 tufëza hithra, një lug oriz, 100 gram djath, 50 gram gjalp dhe vaj. Është shumë i thjeshtë në përgatitje, sepse nuk kemi pet njëra pas tjetrës, por do ta shikoni kur ta nxjerrim nga fura dhe pastaj do kujtoj ku e gjeni videon ose keni humbur transmetimin ton të drejt për drejt. Jemi duke përgatitur mish me mashurka, 500 gram mish, 1 kg mashurka, 2 qep, 4 lug vaj, 1 filxhan domate pure ose 1 lug salcë domatesh, 1 gjethe dafine, majdanoz, kripe dhe piper. Dhe ajo që pat në pjatë të shërbyer, sepse ishte receta që përfundoi më shpejt nga të tjerat, siç është edhe fërgesa me speca edhe me gjizë, dhe për këtë recetë na duhen, sigurisht varet për sa persona po gatuani, 1 kg speca, 500 gram gjizë, 4 domate, 2 lug gjalp, vaj, krip, piper speci dhe majdanoz për servirje. Kjo ishte receta e fundit që bëhet në shumë pak minuta, kështu që nëse s'keni bërë diçka për drek sot, pak gjitha speca, ndonjë domate që kanë mbetur aty në frigorifer dhe menjëherë del kjo pjata e shkëlqyer dhe shumë e shijshme për t'u ngrënë me çapa. Po, shumë mirë i shpjegove Anila, të falenderoj. I thua më qartë, sepse unë i nxitoj faktikisht ashtu si. Edhe unë filloj ndonjëherë kështu po. Të dashur Anvisa, siç e pat fillimisht, neve filluam me kavërdisjen e mishit, të cilën e kavërdisëm pa i ndyrë. Thjesht ashtu do me thënë që të thithjen ato lëngjet dhe të bëhet ajo kavërdisja nga të gjitha anët që mishi të ngelet i butë dhe mos të thahet. Më mbrapa kemi shtuar qepën, kemi shtuar vajin, kemi shtuar kripën edhe piperin, bëhet ajo kavërdisja e qepës sa për të na çliruar ato aromat e mira dhe yndyrnat e mira që përmbajnë në qepa. Më mbrapa shtuam edhe pure domate, salcë domate ose edhe domate të grira në rende. Këto i përzgjidhni vetë ju. I shtuam edhe lëng mishi ose dhe ujë, varet se çfarë mund të keni juve në shtëpi, dhe tham që atë do ta hidhni në mas të mishit jo më tepër, do shumë pak lëngje, do me thënë, dhe të zjej në temperaturë të ulët në mesatare, të paktën rreth, varet edhe nga lloji i mishit, sepse gjithmonë koha e zgjatjes varet nga lloji i mishit. Nëse është mish i vogël, sigurisht që kohën e zgjatjes e do më pak. Dhe është momenti, do me thënë, pasi është zjerë, ju e pat momenti që neve nxorëm, do me thënë, kapakun, dhe ajo ka ngelur me lëngjet e veta. Unë, barbunjat i kisha vendosur në ujë të valuar dhe i lam ashtu sa është bërgati. Mund t'i lëni dhe 30 minuta, nuk ka asnjë problem. Kemi hequr gjethet e dafinës, dhe siç e shikoni kam shtuar këto degzat e majdanozit. Nuk dua që majdanozit të më ngelet në brendësi që të ndryshoj ngjyrën pastaj. Këto do t'i heqim, do marrin shijen dhe do t'i heqim në momentin kur do t'i kemi për t'i servirur. Kur gjella është ftohur plotësisht, atëherë e spërkasim me majdanoz të freskët që na ngelet ashtu jeshillëk. Ndryshe nuk ka asnjë lloj kuptimi. Pra tani është momenti që thash nuk doam të shtojmë lëngje, por do të shtoni, do me thënë, një pjatë, ta mbuloni kështu, edhe ajo do të zjej me avuj që do të nxjerr nga lëngjet që neve kemi brenda. Kështu që tani, siç e shikoni, nuk ka nevojë që të shtojmë lëngje të tjera. E mbuloj me kapak dhe fillon, do me thënë, që të vazhdoj, do me thënë, që të gatuhet të gjella, të paktën edhe 20 me 30 minuta. Këtë do ta shikoni. Kjo ishte gjella me barbunja, ne do ta lëmë në qetësi që të na bëhet gati, do të rikthehemi këtu të shikojmë, do me thënë, ta nxjerrim byrekun, dhe nëse duket si jemi me kohë, nëse do presim, nëse do... Kemi edhe 3 minuta më duket. Nëse kemi 3 minuta, nuk ashtu, thjesht pastaj më mbrapa... 2 minuta kohë kemi, ajsa për të nxjerrë byrekun nga furra. Thjesht ulim temperaturat të ne nuk do t'i shohim dot të zjera, sepse sapo janë mbuluar me kapak, por në momentin që mbulohen me kapak dhe respektohen të gjitha këto këshillat dhe informacionet që Katerina ju jep, nuk është e nevojshme të presim dhe të shohim në pjatë. Mendoj që byrekun tani ta nxjerrim nga furra për ta parë gjysmë i pjekur është, do më thënë nga si për ai do t'ju duket i pjekur, po sigurisht që duke ju kujtuar edhe një herë se sa aromë të mirë që ka. Shumë mirë dhe është bërë dhe i bukur kështu nga pamja. Buke gjellë, themin. Po buke gjellë e zemër.
Shisa i mirë duket. Shumë i mirë. Ka dhe aromë shumë të mirë. Aromën të mirë, shumë i shishëm, i shëndetshëm mund të them, sepse edhe mënyra se si e përgatitëm me hithrat, është një byrek shumë i shëndetshëm. Dhe thashë mund ta bëni me gjizë, mund ta bëni edhe me djath. Varet se çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, por mos hezitoni ta përgatisni se vërtet do ngeleni shumë të kënaqur. Është një gatim jashtëzakonisht i mirë dhe mund ta shoqërojnë akoma edhe me këtë fërgesën, mund ta shoqërojnë akoma edhe me gjellë, mund ta shoqërojnë akoma edhe me një sallatë dhe për të kaluar vaktin e drekës se keni në rregull, akoma edhe me një kos. Për darkë. Shkëlqyer do t'ishte pa. Edhe fërgesa shkon shumë për darkë në fakt. Po, është një ushqim domethënë i shpejtë. Darkë, apo këto me jeshillëqet me një gotë kos. Po gatuajini kur ta keni kohën edhe mundësinë dhe siç thot Kati, për darkë ham atë që tepron për drekë. Po. Dhe shtojmë vetëm diçka të vogël dhe jemi në rregull. Diçka e vogël është kosi zakonisht. Do doje ta hapim pak. Thjesht ta hapim. Nuk po e hedhim në jo, nuk e hedhim në pjatë, sepse kohë nuk kemi më. Edhe kështu që ja shikoni që edhe pse tani pjata, shiko çfarë roli bën pjata, është ajo që mban domethënë në lëngjet në brendësi, e ul këtë që të vinë, domethënë të mbulohen me lëngjet që kishte gjella, të mbulohen barbunjat dhe të ndihmojnë për të zgjedhur. Thjesht pak fare kështu do ta hapim, domethënë në këtë mënyrë. Ja. Kjo është gjella e famshme dhe shumë e mirë dhe shumë e shishme. Nëse ju do të ndiqni këto hapa që unë ju thash, mënyrën e të përgatiturit, dijeni se do të keni mashurkat më të mira që do t'ju shijojnë pafund. Katerina. Totalmente që të bëjnë gati, urdo zemër. Të lumë shënduar. Faleminderit. Ta mbyllim se do kishim diçka tjetër. Jo, ka që momenti që ta mbyllim dhe javën, po. Mendoj se erdhi momenti dhe çasti domethënë për ta mbyllur dhe t'i vendosim edhe pak si thua majdanoz. Po në fakt, më mungon ajo. Që ta lulëzojmë edhe fërgesën tonë. Shumë e bukur dale. Po, i duhej, jo? Sa e rëndësishme është në pjatë një prekje e vogël dhe ndryshimi, ndryshimin, domethënë e bën si një baçe me lule. Kati, mund të ndahesh me zonja dhe zotërin që janë duke na ndjekur, kemi fundjavën përpara, kështu që gjatë fundjavës do kemi recetat më të mira nga duart e tua që janë përgatitur nga e hëna e deri të premte. Atëherë, çfarë mund t'ju them ambisave? T'ju them që të kalojnë një fundjavë sa më të bukur, të jenë të gjithë rreth kryesës familjare, të gatuajnë, të qeshin, të gëzojnë, të jenë të lumtur. Dhe mbi të gjitha të kemi një shëndet të mirë. Dhe të kemi një shëndet të mirë duhet të gatuajmë shëndetshëm. Si thua, pak edhe sakt. Unë jam me kësaj ide. Jo, gjithmonë kam thënë më mirë 500 gram mish edhe të sakt se sa 1 kilogram dhe jo të cilësisë së mirë. Shikoni këto gjëra sepse janë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj dhe për shëndetin e familjes tuaj. Faleminderit. Të hënën do jemi live në studio që në mëngjes me gatime të reja. Tani është momenti që bashkë të shkëputemi për pak publicitet dhe zhvendosemi pak në sallon pas reklamave për të pritur miqt.